Audio Jungle. Për shkak se po ngushtohen afatet kohore në cilën partitë politike duhet të marrin vendime dhe qëndrime sa i takon zgjedhjeve presidenciale, deshta shfrytëzoj këtë takim me ju që në emër të Bashkimit Demokratik për Integrim si përfaqësues legjitim i vullnetit të shqiptarëve në Maqedoni, të bëj edhe një thirrje ndoshta të fundit deri tek përfaqësuesit e vullnetit të maqedonasve të reflektojnë mbi propozimin e dhënë deri tani për president konsenzual ose kandidat konsenzual në Maqedoni, ose të reflektojnë mbi propozimin se Maqedonisë më shumë se kur tani i duhet një president konsenzual që të reflekton vullnetin e dy popujve konstitutiv të vendit. Ose theksojmë se Maqedonisë më spaku i duhet tani një periudhë 5 vjeçare në të cilën do të kemi prezident i cili nuk do të ketë legitimitetin e më shumë se 1/3 së popullatës së Maqedonisë në një periudhë kur vendi do të ballafaqohet me sfida. Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendosur se nuk do të jetë pjesë e një procesi ku shqiptarët vetëm rrënjshëm do të legjitimojnë kryetarin e shtetit, kurse në fakt vullneti i tyre dhe vota e tyre nuk do të jetë vendimtare në zgjedhjen e tij. Andaj ne nuk do jemi pjesë atyre proceseve nëse nuk do vendoset për konceptin e konsenzualitetit paraprakisht. Përvarësisht prej asaj se zgjedhjet presidenciale do të jenë të suksesshme apo jo, se për zgjedhjet të shefit të shtetit do dalin 40% nga votuesit e regjistruar, bojkot eventual i BDI-s do të shkaktonte krizë serioze politike në shoqëri. Mosdalja në zgjedhje pa marrë parasysh nëse atë partia Ali Ahmeti do ta quajnë bojkot aktiv ose mos pjesëmarrje, vendimi i tyre deri në fund megjithatë do të mbetet në konceptin për kandidat konsensual, e cila mund të sjellë në pikpyetje funksionimin e institucioneve të sistemit. Nëse BDI-s nuk i pëlqen kandidati presidencial që do të zgjedh VMRO, do pomënej në konventën partijake që do të mbahet më 1 mars si shndrojnë gjërat deri më tani, ka shanse të mëdha që Gjorgje Ivanov të rikandidot, automatikisht do të thotë mos pjesëmarrje e BDI-s në zgjedhjet për president shteti. Kjo do të thoshte krizë institucionale që do të shkaktonte partia shqiptare, pjesë e garniturës në pushtet. Ndërkohë varianti tjetër është që zgjedhjet presidenciale të dështojnë, e cila gjithashtu do të krijonte krizë në shoqëri. Ajo do të mund të shkaktonte zgjedhje të parakohshme që do të mbaheshin në vjesht me kusht të mos mbahen tani në prill. Kjo në esencë për ish-kryeministrin Vllazë Buçkovski është opsioni më i pritur. Zgjedhjet presidenciale për shkak të bojkotit të BDI-s nuk do të jenë të suksesshme dhe për atë presje në vjesht të kemi zgjedhje presidenciale edhe zgjedhje të parakohshme parlamentare, komenton Buçkovski për Utrinski Vesnik. Partia Demokratike Shqiptare do të mbledhë sot kryesin qendrore dhe kryetarët e degëve për të debatuar e zgjedhjeve presidenciale të 13 prillit. Madje nuk jepen informata më të osishme rreth mbledhjes e cila do të mbahet sot pasdite. Në BDSH informatat shkojnë drejt asaj që partia e mendu Thaçi të nxjerrë kandidat të saj për president të vendit. Gjithnjë më shumë shtohet drejt një vendimi të tillë dhe gjasat janë shumë të mëdha që të hënën të marrin vendim për të marrë pjesë me kandidatin tonë në zgjedhjet presidenciale, thonë nga PDSH-ja e mendu Thaçit. Grupi i këshilltarëve të PDSH-s në qytetin e Shkupit sot pati takim me grupin parlamentar të PDSH-s rreth çështjes së mospërdorimit të gjuhës shqipe në nivel të qytetit të Shkupit. Pas takimit deputeti i PDSH-s Bekim Fazdiu tha se bashkërisht kanë konstatuar se çështja e mospërdorimit të gjuhës shqipe nuk është problem vetëm në qytetin e Shkupit dhe se kjo s'ka të bëjë me pengesa administrative dhe nuk është çështje interpretimesh, por krejt që vjen për shkak të paaftësisë dhe servilitetit të BDI-s, e cila është në pushtet si në qytetin e Shkupit ashtu edhe në qeveri. Suzana Saliu është nën e parlamentit dhe deri më sot as edhe një sekond nuk ka udhëhequr ndonjë seancë. Edhe nevi si deputet gjithashtu na po mundosot përdorimi i gjuhës shqipe ku diskutimet tona përkthehen në gjuhën maqedonase, tha deputeti Fazdiu. Ndërkohë këshilltari i PDSH-s në qytetin e Shkupit Idris Orana deklaroi se BDI gjithmonë kur flasin mashtrojnë dhe shpifin për shkak se vendi ku interpreton ligjet është parlamenti. Kjo është një herë dëshmi e paaftësisë së tyre politike për të ndikuar në zgjedhjen e çështjeve të shqiptarëve. Këtë shqiptarët nuk e meritojnë dhe prandaj mjaft më mbyllni gojën, tha Orana.
Zëvendës kryeministri Zoran Stavreski është njëri prej funksionerëve të lartë të VMRO DPMNES që ka dhënë për krahjen e tij për kandidimin e kryetarit aktual Gjorgje Ivanov për mandat të ri. Sipas informatave, përveç Stavreskit, kandidimin e Ivanovit e ka përkrahur dhe Antonio Miloshovski, kryetari i Shkupit Koce Trajanovski, kryetari i aerodromit Ivica Konevski dhe drejtori i DAPS Goran Trajkovski. Ivanov për kandidimin e tij më ka siguruar përkrahjen e kryetarit të Ohrit Bagrachevski, Kisela Vodos Beliçanec Aleksić, të Prilepit Marian Risteski dhe të Makedonska Kamenicës Darko Mitevski, ndërsa pas Ivanovit qëndron dhe kryetari i Unionit Rinor Vladimir Nelovski. Përkrahje për Ivanov ka ardhur edhe nga doktoresha Vesna Janevska si dhe nga Ashim Zekirovski. Më parë media shpallën se Ivanov ka marrë përkrahje nga shumë drejtorë, sportistë dhe peshkop. Me zhvillimin e këtij të ngjarjeve blen edhe një spekulime të disa mediave se zëvendës kryeministri Stavreski do të garojë në garën presidenciale. Deputetja Erudha Misini, antari i Komisionit për Mbrojtje dhe Siguri në Parlamentin e Maqedonisë në kuadër të kryesimit të Shqipërisë me kartën e Adriatikut, merr pjesë në konferencën me temë përforcimi i bashkëpunimit rajonal për antarësim të shpejtë në NATO, e cila prej 23 dhe 24 shkurtit mbahet në Tiranë të Shqipërisë. Në konferencën fjalim do të ketë edhe kryetari i Parlamentit të Shqipërisë Ilir Meta, ministri i jashtëm Ditmir Bushati, ministri i Mbrojtjes Mimi Kodeli si dhe ambasadori amerikan në Shqipëri Aleksandr Arvizu. Deputeti Misini në fjalimin e tij mes të tjera shteksoi se Maqedonia është promotor i fuqishëm i bashkëpunimit rajonal si bazë për përforcimin e sigurisë dhe stabilitetit, si dhe në këmbimin e përvojave në rrugën drejt integrimit euro-atlantik të vendeve të rajonit. Karta Adriatikut do të shmoa si model i suksesshëm për partneritet dhe bashkëpunim dhe paraqet proces i cili mbështet dhe përshpejton reformat e brendshme të vendeve, duke intensifikuar edhe bashkëpunimin rajonal. Gjithashtu Misini tha se shpreson se samiti i ardhshëm i NATO-s do t'i mundësojë Maqedonisë që të jemi dëshmitar të derës së hapur të aleancës për vendet aspirante për antarësim. Prej në korrik të këtij viti një kuti cigare pritet që të shtrenjtohet për rreth 4 denar, ndërsa gjë në vitin 2023 pritet një çmimi një kutie cigare të jetë më i lartë për 40 denar në krahasim me çmimin e tanishëm. Në pajtueshmëri me rregulloret e reja për akcizat të cigareve rritet çmimi i kësaj kënaqësie për qytetarët e Maqedonisë. Sipas analizave të gazetës Dnevnik, nga një korriku i vitit 2014, norma për akcizë specifike dhe minimale do të rritet për 0.15 denar për cigaret, ndërsa nga një korriku i 2016-s, duke përfunduar më një korrik të vitit 2023, kjo normë do të rritet për 0.20 denar për çdo cigare. Llogaritjet e gazetës tregojnë se çdo vit cigaret do të shtrenjtohen me mesatare prej 4 denarve për kuti, që do të thotë deri në vitin 2023, një kuti cigare që sot qitet për 40 denar do të kushtojë 90 denar. Me ndryshimet e ligjit për akcizë, të cilat janë në procedurë parlamentare, parashihet që prodhuesit dhe importuesit e duhanit të numërojnë rezervat në magazet dhe tek distribuitorët dhe të llogarisin akcizën e re nga një korriku i këtij viti. Ata që nuk do të numërojnë rezervat e tyre mund të dënohen me gjoba prej 15.000 euro. Për krah kësaj ato do duhet të llogarisin akcizën e re të duhanit në ditën e rritjes së akcizave, dhe nëse ajo në ditën e rritjes është më e madhe se akciza e paguar, pullat kontrolluese të marrë me kategori të çmimeve të ndryshme janë të detyruara në bazë të vendimit të administratës doganore të paguajnë afat prej 30 ditëve pas ditës së rritjes së akcizave. Në pjesën e dytë të muajit mars, Kosova mund të mbetet pa legjislativë dhe pa qeveri. Me një marrëveshje të partive kryesore në vend, fill pas miratimit të ligjit të ri të zgjedhjeve, mund të shpërbëhet Parlamenti i Kosovës. Ashtu siç e parasheh ligji, zgjedhjet nacionale do të mbaheshin 45 ditë prej ditës së shpërbërjes së parlamentit. E diela e fundit të muajit prill ose ajo e para muajit maj janë dy data që burimet e gazetës i kanë përmendur si opsione. Deri tek ky zhvillim do të shohim dy vendime të mëdha që duhet i marrë legjislativi gjatë muajit mars dhe që në përbërjen aktuale është e pamundshme që të votojnë. Parlamenti duhet të votojë pakun e sundimit të ligjit ku përfshihet themelimi i tribunalit për UÇK-n dhe mandati i ri për EULEX-in, si dhe duhet të votojë statutin e asociacionit Bashkësisë së Komunave Serbe, ku përfshihet dhe ndryshimi i ligjit për veçeverisje lokale, pa të cilën nuk mund të zbatohet marrëveshja 19 prillit. Ushtruesi i detyrës së ministrit të brendshëm të Ukrainës Arsen Avakov thotë se është dhënë një urdhër arrest për ish-presidentin Viktor Yanukovych, i cili së fundit është parë në gadishullin prorus të Krimes. Në deklaratën e tij të sotme në faqen zyrtare në Facebook, Arsen Avakov tha se Yanukovych kishte arritur mbrëm në Krime, por aktualisht nuk dihet se ku gjendet. Më tuqe ushtruesi i detyrës së ministrit të brendshëm tha se është dhënë urdhër arrest për Yanukovichin dhe se disa zyrtarë të tjerë të dyshuar për vrasje masive të civilëve. Në Ukrainë po dëgjohen zëra për vënien e zotit Yanukovych para drejtësisë pasi presidencës së drazuar, në të cilën ai e keq përdori autoriteti dhe pasuroi aleatët e tij dhe i goditi protestuesit.